Nuk mund të të kryesh një marrëdhënie pas të dy. Nuk mund se ato dunë. Ka probleme të ilaç. Kam nevojë ta se jam çukarë të terapisë. Kam nevojë të nuk mund të ke sa vjet në kohë. Mos e ke nevojë ta sunë të vik të tash. Ajo kishte një vit, kishte 2 vjet që edhe të po. Më futesh në banjë, më ndeti një orë në bar, shkruante mesazh. Dhe prapë në e pranoj që t'jem pas me të të frive. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do udhëtojmë në Greqi, do të jemi në Agrinjo. Do të lidhemi me një zotërim, një 43 vjeçar nga Berati, i cili ka shumë vite që ka emigruar dhe jeton në Greqi prej 20 vitesh, dhe është babai i 2 fëmijëve. Luani ka probleme me bashkëshorten, me gruan, me nënën e 2 fëmijëve, e cila përpara 1 muaji e ka dëbuar nga shtëpia. Por çfarë ka ndodhur në jetën bashkëshortore dhe pse nëna e 2 fëmijëve pas 21 viteve martesë vendos të dëbojë bashkëshortin, do të jetë Luani që do na i tregojë të gjithë këtë histori, kështu që hap dritaren dhe ftoj më një herë 43 vjeçarin. Luan, përshëndetje nga Tirana. Më ketë shkruajtur në faqen time të Instagramit se keni një problem. Çfarë problemi keni? Kam pas probleme me gruan, ka probleme me në zorin a shtëpia, ja. E këtu më kanë dhe probleme, tani ajo është 23 vjeçë, më ndau ka gjithë një tjetër, të më me dializë, kam 9 vjetë, janë me dializë. O, më vjen ka shumë keq, por të divorcoj për çfarë? Por arsye se nuk mund të do tonë dhe kam ka gjithë një tjetër. Të ka tradhuar me një tjetër? Po. Ju aktualisht ku jetoni? Tani jam në Agrinjo, jam ke vllaj, po rritë vllaj, më tani një muaj që kam rritë vllaj. I dashur Luan, Po. ju sa vite martesë kishit? Kemi 21 vite martesë. 21 vite martesë? Kam 2 fëmijë. Dhe më vjen shumë keq që të pas ka ndodhur kjo situatë, sinqerisht. Unë jam absolut në jetë shumë të vështirë, kam që ataj, një pension ka të gjithë e vëmanë, në vetë si që të të nuk për letë, të rritë bashkë të. Sa po bën që të ka dëbuar gruaja nga shtëpia? Po të e një muaj e gjysmë. Por, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi atë ditë? Ndodhi atë ditë se te etapa në të shkruaj mesazh, nuk e di. Ajo kishte 1 vit, kishte 2 vjet që edhe të po. Ishte lidhur me një shtetas grek? Jo, shqiptares. Shqiptar. Dhe prapë në e pranoj që t'jem pas me të të frive. Tani ka shumë nerva, të përpozit se ka gjithë dhe sëmukje, po pas 2 javë në spital në patë psikiatri. Kush, gruaja? Por, është dhe me probleme. Kaloj një pas keqe. Por fëmija sa vjeç që ke, Luan? Qupa është 19, djali është 15. Por fëmijët çfarë kanë thënë, si kanë reaguar në këtë situatë? Ashtë rina, ne kam psikologjika vetë janë të pozitiv, të kontra ata, pas kam këtë të diqoj. Të lutem, përpara 1 muaj që gruaja ju dëboi nga shtëpia, mund të më tregosh çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë ndodhi se ishim në një koncert deri në orën 3 të natës dhe erdha shtëpi. Atëherë kuptova, kjo më futesh në banjë, më ndeti një orë në bar, shkruante mesazh. Unë nuk e prisja të si do peshë kjo, se kam për 21 vjetë, nuk e pandera. Pastaj e kapë, duke folë, duke shkruar mesazh. E qova në krevat të flinde një gjuhë, më ngrita një jesë dhe e dialisë, nuk e gjeta në krevat. Ishe futur në 8 avolinë, shkruante mesazh. Dhe i them vajzës të se, babi të kejti të shmë shiko mamin, se mamin të shmë duke se kaloj pratë atë fazës. Unë ngrinë shupa, i vetër në banjo me zor, i merë telefoni, dhe filloj qava jo, futën në vëmë të vetë për qake, dhe qupa dhe lexoj mesazhet e gjithë, e që shkët vetë janë. Dhe pastaj ku dori qupa, më tha më babi, tha,
Po vjen zor të them tha, do janë ca mesazhe që nuk mund të lexoj të tjetër. Atëherë ku të let që patu pas se kuptova çfarë mesazhe. Atëra ai nuk ka pasur probleme të shëndetit mendor. Ka qenë duke folur me të dashurin. Po. Ajo më bën ajo në vend më tani në të kodra, e bëra kastile të nuk kam të tasë, përse e bëra kastile që të smanë që atyave të bëjë të shpetë. Po si bëra kastile të sënë të shpesh të tjetë mesazhe, si ka mund si tjetë kastile të unë nuk kam thjesht shok. Por çfarë ndodhi më pas? Pasi vajza i zbuloi mesazhet dhe tregoi ty, si ajo të dëboi nga shtëpia? Në të regoj mua dhe pasaj morëm të hua, se e klaj rin Itali. Kunati, ish kunati. Ja të regoj da, kunati. Shumë da, edhe zë ta mami nuk është në rezervë. Aje mori pasaj që atë e akuzet, dhe i tha, unë kam një të dashur, tha. Te Luane nuk kam në ndjenja për te, nuk e duar mërë. Po si kam që, aje quni tha ka për të duaz në kata, e me tipta më të shumë. Ati lujta mes nuk mund se të me të gjithë atë. Pra, momenti që ti dëgjove që ajo po fliste me vllajin dhe i tha që nuk e dua më Luanin dhe dua një tjetër person, kanë qenë momente të vështira, besoj. Shumë të vështira, dhe çdo gjë që e thot, më vete kodra me, nuk e thot të vërtetë atë vetë tjetër. Për çdo gjë një gjë më të vogël, më vete gjithmonë kodra. Nuk i tregon të vërtetë që ka besur gabimet tash. Se këto e gabimet e tij si ka bërë. Po si e mësove ti që ajo kishte një vit që shkruante me këtë person? Nuk i dija, unë të një mësove. Si e mësove? Ajo mësova në mbrapa urte, si kjo ka një tezë në Koripë. Po? Mora tezën të telefon. Kërkoj tim tasë që besa ju dhe së nuk është të rëzi. Unë të vishtë. Djeri tezë gjina Koripë. Në moment djeri dhe mamaja ime gjina në Shqipëria të poa. Më lovën të dyja. Dhe i tregoj të vërtetët. Unë të smundje tha nuk e ka të Luanë, tha. E pata në një tjetër për prara, tha, që më tha që vitë më marrë, tha, me gjë nuk më morë. Ajo lujta, tha. Unë se dhja farë të mobet. Ta një mësova. Kishe 21 vjetë të levat me redë, në kjo dhja së më mabet. Por çfarë ndodhi Luan? Ishe ti që u largove nga shtëpia apo ajo? Po përse e të dërova atore në spjesë, nuk e të dëroj ato, se fliste në sytë tim, më të e të dëroj. Ishte shumë gjerë. Nuk e të dëroj ato të me. Por edhe... Ajë probleme me erdi sa peshe një fiskat kemi për një klasë të iki vetës, në të peshe në klasë e kiti. Dhe ikë. Por si, ajo fliste hapur në sytë tume? Fliste hapur sytë tim. Edhe për para fëmijëve? Dhe për para fëmijëve. Ja ka fëmijët në shtesë, djali vogël nuk më ikën në shkollë. Po bëj një muaj, që në shkollë se ka shtesë. Ti vendose të largoheshe, kur zbulove tradhtin dhe mbi të gjitha ajo të ka thënë që nuk të dua më. Dhe pra të tani, e përres, në dojë të shumë të pasështërojë të rëgullatët, për atë të fëmijëve. Çfarë të thënë? E asjerove dhe thash, ikë shiko beqa të duhet, të shumë vetëm me fletë, mos më ndarë. Por ti me fëmijët je ndarë? Ke kontakte me fëmijët? Po vita, po me zë vita, se nuk më le premë. Jo, e qartë, brënda në shtëpia nuk të lë, por ti fëmijët i takon jashtë, se janë të rritur. I takon, si, më lë. Por fëmijët, vajza, çfarë thot për nënën? Se ndoshta Luan ka probleme të shëndetit mendor dhe i bën këto gjëra pa menduar mirë. Nuk e di dhe mund të dhe ajo, se ajo ka lacët e rjetët si kjo. Por familje... Ajo i lacët i le nuk i pi. I pi një javë dhe jam mirë dhe nuk i pi me ka të rojë. Por familja e saj, nëna, babaj, motra, vlezër, qa ka, a i po jo... Ka që të në lere dhe të kjetë që mësë. Po lere të kjetë, nuk po nga të sërë. Po dhe ku do bëj kjo, po përsu. Ti kërkon të ribashkohesh sërisht me ishnusen. Po të të gratë të fëmijëve dhe mund bashkohem. Dhe sot ishim që kam që dokumenta e së pasë, pa po si mi, që i qëtë sot.
shumë i sigurt. Luan, ti e ke takuar sot, çfarë i ke thënë sot? Ja ke kërkuar i bashkimin? I kam thënë se mund të mos ke stres me. Se nuk ka shkruar me ty. Në rregull, dokumentat do t'i falë tash, se kemi fryt. Dokumentat po. Do i prisë të ndavë. Ti do marrë dokumentat për fëmijët. Pra, ajo ta ka thënë qartë që unë nuk bashkohem me ty, por nuk do bëj divorc për shkak të dokumentave, për në shtetin grek ku jetoni. Por çfarë ke menduar ti, Luan? Atë po mendojmë tash mos e vet më mirë tani, mos e kjo ka vetë problemin e lartës me smundet, mos e kalon për 3-4 muaj, një vit. Do mundoj se s'kam çatë na mirë. Por vajza që qëndron pranë nënës, ajo çfarë tregon? Se vajza mund të tregojë më shumë. Vajza më thotë më lere qetë mamë dhe të mëse qetë sot. Nuk po bëjtë stapit asë. Lere të bëjtë ato të qikon jetën e vetë. Po si të qikon jetën e vetë, ne i të patë të ime në familje dhe të jetë të shkojë. Ajo në të kuptoj që kjo patë të me. I tash Luan, unë e kuptoj që ti nuk e pranon ndarjen, por nëse ajo e ka vendosur që s'do të rikthehet më tek ty, ndoshta do ta pranosh dhe ti ndarjen. Po në rregull, jo se kërkoj me poshtë dalë dhe s'kam të bëj. Nëse po them e bëj më vetë që vendim dalë në të bëj. Thjesht po marr dokumentat të bëj. Se kemi për. Asë asfali që kam që asfali zërë, që bëj pasim një gjatë. Se asfali në puna sa të kam, sa jo puna. Që më siguron më. Por pse ju nuk punoni për shkak të sëmundjes që keni? Jo. E qartë. Kam në pit. Për shkak të sëmundjes së veshkave. Ti më the pak më parë që gruaja është sëmurur, ka shfaqur shenja të problemit shëndetit mendor më përpara dhe është kuruar. Por çfarë ndodhi? Si u sëmur? Se kur je martuar, besoj ajo s'ka pasur probleme. Jo, s'kem në sëmur. Në vjetë në muaj shkurt, ka kja fundi shkurt. Dhe unë bëra që gabime të vogla. Kur themi bëre ca gabime të vogla, çfarë konkretisht? Lozja kështu, letrat me lek, lozja që... Bigjoz. Probleme në ilac. Bigjoz. Dhe preva direkt. Por lozja 3-4 muaj dhe preva direkt. Tash nuk do bëjmë me këtës. Po i falë. Në rregull. Kjo në që ve planin me të kotit. Që e kishit sigurur, këtë do ikë. Dhe aji kështë e që lëvitë të marrë dhe nuk kjerë. Ajo kaloj një drabë shumë të madhe, në shtëpi me të gjitha, pjatë dhe erë komplet, në të lagje shtëpi, në brisi i dolapet të gjitha, për shumë gjitha të gjitha. Urinon dhe që pas kemi së të profe. Për shumë gabime të ngaje. Jo, këto nuk janë gabime, Luan. Unë po të flasë shumë sinqerisht, po të flasë si motor. Po. Kur njerëzit kanë probleme të shëndetit mendor, çfarëdo lloj veprimi që bëjnë, e bëjnë në mënyrë të pavetdijshme dhe këto nuk quhen gabime. Këta njerëz kanë nevojë që ti çosh te doktori dhe ti ndihmosh. Gabime quhen ato që ti i ndërgjeshëm me mend në kokë shkoj dhe lozje bigjoz. Ky quhet gabim. Po, kuptoj që më quhet gabim, po fali, fas. Po fali, atë që kam bërë atë gabim në rregull. Jo sigur i zgjodhën më betë. Tani ajo që bërë gjithë një tragedi tani, ngjilet fiksimin tek mua tani. I ka marrë fiksime tani shumë. Fiksime për çfarë ka ajo sot tek ty? Nuk kem prisur lek, nuk kem prisur ter, nuk kem përder. Në sigurisht janë më betë fillim, po ikën në kalu ka një vit që ka palu. E qartë, por është e dimshme që bashkëshorti nuk punon vetëm gruaja dhe burri los bigjoze, është e pa konceptueshme. E kuptoj, në e tasin se të kova pali. E ka shumë të drejtë. E qartë, por ndonjëherë faljet nuk i shërojnë plagët e shpirtit. E ke menduar që E kuptoj. Jo, a e ke menduar që ky gabimi jot i lojrave të bigjozit shkatroi familjen tënde e bëri atë që të dashuronte një tjetër dhe të largohesh nga ty? Po. Është vërtet. I dashur Luan, më lejon të pyes si e njohur ti me gruan tënde përpara 21 viteve? Keni qenë të rinj besoj. Me lajmë suri.
Ju nga cili vend i Shqipërisë jeni? Unë jam në Berat. Por zonja? Ajo është Elbasan. Ju u njohët me lajmësi dhe ti sa vjeç ishe në atë kohë? Unë isha 23, ajo ishte 22. Si ka qenë jetesa juaj në Berat? Shumë mirë ka qenë. Ka problem. Kur themi shumë mirë, çfarë duhet të kuptojmë? Jo, jetosim tani, nuk kishim probleme të pati gjeve, shqiptarët shumë mirë. Ju sa vite jetuat në Shqipëri dhe kur emigruat drejt Greqisë? Në Shqipëri në 28 një vit edhe se jesë, vitin e dy të martova, jashtë mund edhe Shqipëri dhe mora më shqyqi. Por jetën e pas... E qartë, jetën e pas keni bërë në Greqi, jetën tuaj, bashkëtorë. Ndryshoi diçka në emigracion mes teje dhe asaj? Si Jeta në emigracion, ju solli ndryshime në raportin bashkëshortor? Shumë mirë banë për pati tjera. Po të punë tani, të 2-3 vjetë tani, vetë që ka si u smura unë, të dojë pasaj varë shumë tani. Ju çfarë mendoni? Pse ndodhi kjo ndarje mes teje dhe asaj? Është problem shëndeti i saj mendor apo problemi jeni ju? Dhe flasim hapur, sinqerisht Luan. Atë po mendoj tani, se nuk e zgjedh kot të vërtet të zgjedh. Ka dhe ajo të unë ka problem. Jemi të dy fajtorë. Dhe fëmijët e tij jemi të dy fajtorë. Dhe unë të ajo. Ajo faktikisht ajo nuk e pranon të vetëm, por më vjen të gjitha mua. Atë është unë që ke vështirë tani se vetë nuk e kuptoj. Por fëmijët e pranojnë bashkimin tuaj apo thonë që më mirë të ndarë? Fëmijët thonë më mirë të ndahen dhe si puni njëri ja pas tjetër, nuk e vetë. Që do thotë nuk dure të kështu si s'pen ju. edhe kanë të drejtë. Se edhe me një jetë po, nuk vendet një mua të vetë të sjarojës. Se ajo të zekët shumë po vajtë, e shumë e vrikë. Një jetë bëndë e më fesë, me të fesë po vajtë. Nuk mundës në plasë të vërë. Luan, ndoshta ajo femër sot, unë nuk dua ta paragjykoj. Nuk mund të them të tradhtoj se s'merren fare me këtë pjesë. Asë nuk e paragjykoj, nuk e them dhe usë, nuk ata si gjëra të tjera, ata nuk e e poshtë. Unë mendoj masë e rregulloj, që t'je pas në fëmijë. E qartë se ti e përjeton ndarjen dhe humbjen e familjes dhe është e kuptueshme kjo gjë, por i dashur Luan, një grua pas 21 viteve martesë, më saktë pas 19 viteve, se 21 keni në total, a para 3 viteve filluan problemet. Një grua t'i thoj stop 19 viteve martesë, të ndaj babajin e fëmijëve, duhet të ketë një arsye shumë të fortë. Unë nuk dua të të paragjykoj as ty, por nga kjo që po dëgjoj, ndoshta shkaktari ke qenë ti i dashur Luan, që gjërat mbërritën deri këtu. Po, në rregull, Dhe tani ku ditë më shumë ajo me pasu se unë më meri pa pritur se nuk e besoj dhe sot nuk e besoj që u lip për tjetër. Jeta vazhdon Luan. Se kisha shumë respekt për atë. E qartë, ti e ke dashur, e ke respektuar dhe ajo të ka dashur, të ka respektuar, por varësia jote ndaj Bixhozit e ka bërë që ajo të humbasin ndjenjat për ty. E vërtet është. A e kupton tani çfarë të ka bërë Bixhozit? Ka shkatëruar. Do mundohem të flas me nënën e fëmijëve të tu, i dashur Luan, por ndoshta mund të jetë shumë vonë dhe ajo ka nisur një tjetër marrëdhënie, ka humbur ndjenja dhe po humbi dashuria, ç'kuptim ka të rrini bashk. Në më vjetë tash se me të ditën e marrëdhënies, nuk ka zgjedhje, një spet fare. Hajde pas me të tjetërin e që të marrëdhënie. Ti vazhdo të dashurosh? Unë vazhdoj apo. E dashuron se je fajtor, apo e dashuron se e do? Dhe fajtor kam qenë, e kam tërë së një, kam qenë në fajtor. Nuk e jetë të tojë. Por për atë të gjua dhe së të pare dhe së të latës, që të gjithë jetë. Në gjithë këtë histori që ka ndodhur në familje, djali dhe vajza të mbështesin ty apo nënën e tyre?
stesë, asë mua, asë ne. Ajo vazat më thoi më mirë të anit të dy, asë jam më mirë. Unë me që ka jam dhe smurë, në jam shumë I goditur, nuk po të këtë bëhë shumë me fjesë për bëhë. Qartë, e kuptoj situatën tuaj, por... Vëzëm ka përgatime, pronoj ka dhe e pasë, dhe falje. Asa ti kanë gjithu pojtë, kjo pësë që të goditur. Dhe jo goditur, më shumë goditur, si ka teku një motër, dhe tja vësë ka këtë të 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 gjithë. Dhe tja tërë për modë shumë goditur të madhe. I dashur Luan, unë jam shumë transparente dhe flas shumë hapur. Unë jam vetë grua, jam vetë nën. Të kesh një burr që e do, e respekton, ai sëmuret me dializë, që dializa ti do të jesh një herë 3 ditë në spital. Ai nuk punon, ti punon, sakrifikon, të mbash fëmijët, të mbash burrin, dhe mbi të gjitha burri të shkojë të lozi bixhoz, për çfarë do atë burr? Më mirë ndaje. Ajo ka marrë këtë vendim sepse ti e ke lënduar, me sa kuptoj unë, e ke lënduar thellë në zemër. Dhe unë I të amatë në botem, në të gjithë këtës dhe e të zahapë, dhe që përë ka të për në falje dhe në ferë, në ka problem. Këto një muaj ti ku jeton? Të vlaj, që kurazirë. Dhe si është jeta jote në këto ditët e tua? Shumë e vështirë është. Pra, ti jeton të vlaj, nuk punon dot, merr vetëm një pension aty në Greqi, 500 euro, dhe kërkon të rikthesh te gruaja. Më mirë të rikthesh te gruaja, tash dhe gruaja të rikthehen, dhe I dhe të tjera që pa bërë, të t'i marrë shumë gruaja, lajmë dhe ujë dhe drita, dhe korejt që atë të tjita. Që shpesë, desa të rritë të fritë. Të vetë fritë të në vetë shkokë, të në vetë larkë, pasaj të pejtë davit dhe të të stavë të të në aktivë. Vete për fëmit të tashtë. Po ata që u bërë një mrapa. Në regu dhe pasaj të nesë, do në shumë në vetë gjatë libët. Qasë të zë të nesë, të zë të nesë, të zë të nesë, shumë jera. Por me njerëzit e ish gruas, ke folur me kunatën, çfarë ke? Ka folur, edhe më thonë letë të kjetësoj. Letë të shqiptojmë atë, ku t'i përsjetë më vetë. Ku t'i vetë më mirë, dhe s'kemi qatë. Por ndoshta du t'i japësh pak kohë, që ajo të reflektoj. Ja, në një vit, 2 vit, 3 vit, nuk ka problem. Nuk e të testis pare, nuk e të duroj. Dhe gjithmonë ka vetë në ditë njësë mirë, presë sa të tuës. Nuk të bezdis, dhe asë një. Ajo, dhe më mëri lartë, mos të shumë pare. Vesë në Agrinja, të një klarë në ashtë, të s'ka po bete. Ju jetoni në Agrinjo, edhe ajo në Agrinjo dhe ti në Agrinjo, jeni afër me njëri tjetrin. Ta. Shkëmbeni çdo ditë në qytet, besoj. Se shkëmbem, se po, qytet I vogël është. Kena vete, e në të rrugë që të kalos. Dhe si reagon... Nuk thëmë të më gjithmonë nikë në atë në të lartë, po vatë ndërë se të vetës specialistët të të orë, s'ka të gjithë, të rrugë të lartë. Por vajza, që është 19 vjeçme e madhe, kujdeset për ty të paktën? Kujdeset shumë. Kujdeset shumë, dhe gjithmonë më mërë telefon, s'ka I gjithë. Por si vajza dhe djali rrinë me nënën e tyre? Po. Ti je përpjekur të takosh bashkëshorten në qytet aty në Agrinjo, por ajo refuzon që të flasi me ty. Shumë të takon të para, nuk më pëllisë. Ne më tam në të vetë në debat me seni. Tam thjesht, e mirë tip. Jo se mos të flasi një mësi, të flasi për fritë. Ne të temë si brezë dhe modera të dytës, si kemi smitë. Nuk të vetë debat. Se të takon filloj të fillon debat, në frisë e pare Bulgari dhe blog në Facebook, nëse të gjetë që të postat të pestisje, se ne të pushet të peshe për fëmita, ajo se nuk pranon. Ne vajzën dhe të s'kepu në mëmatë. Po, se vajza është e rritur, e qartë, logikisht ajo
Ka të drejtë. Merr vajzën. Na jes na vetë telefonin vajzën, edhe të marr ty të pështi kësaj. Nuk të thash për dhije. Të shqetësoja. Vetë po thrit. Atëherë më bëre blok fare. Nuk mirë lidhje parë. Por pastaj si të zhbllokoj? Si të zhbllokoj nga telefoni dhe komunikove me të? Po vërtoj kështu dalë që me dokument, dalë të dy pasën të me tjeri të tërë. Dhe më tëri plasë. Kur me dokument, në duhet. Kur ka nevojë për dokumenta, ai qartë se nuk të flet për çështje të tjera. Por djali që është më i vogël, ai çfarë të thotë? Djali dy dokumente nuk flet fare, është tipja shumë i ndullë. Nuk pas jam. Rina po pyetje gjithmonë. Dhe çfarë të ka thënë për raportin mes teje dhe nënës së tij? I dashur Luan, dua të pyes edhe një herë dhe mu tregoj sinqert, ajo nuk do të rikthehet te ty se dashuron një tjetër, apo nuk do të rikthehet te ty sepse i ka humbur dashuria dhe besimi? I ka humbur dashuria dhe besimi. E qartë. U kam ndjenja me për ty. Kam nevojë se jam çukarë dhe të tregisë. Kam nevojë se ti nuk mund të kesh ta fjetë në kohë. Unë tas në kanë problem të se jam në natë. Ndodhi tas sot si çfarë? Pse? Problemi qëndron që ti në këto 7 vite që je i sëmur, ajo nuk do të ketë një partner të sëmur? Jo, nuk mund të presë në marrëdhënie pas të dy. Nuk mund se ato dole. E qartë. Ka probleme të ilaç. Për shkak të medikamenteve që ti merr, nuk arrin dot të kryesh marrëdhënie seksuale, e qartë. Po. Këtë drejtë tash, është të drejtë. Se në moment unë e vikohet se në eri pa drejtë. Mërzita që të rrasë të pak, mërzita. Prandaj, pas 2-3 ditës, e kuptova që të rrë nga piti fora të kejtë. Dhe e sa që kuptova të provë fale pra për të rrasë. Do se ke nevojë, tasë në erë të vejtë të tasë, të gjithë një shpit tjetër, tasë të rrimë të pasë, muri me shmitë. Shumë e kjatës, ke nevojë tasë të rrimë të rrë të vërtetës. Se kam kemi shmitë, dhe të rrë të vërtetë. Jo më përse më të më gjithë e aji e shkakë në Aleksandru tjepë putë. Pra, si ti gjema nërë. E qartë. Si gjema nërë dhe i në shtuka. Luan, A jesë të ashtë në rrutas në Amerikë të vjetës. Si me në gjithë të probleme shumë. Luan, ndarja ka ardhur se ka mbaruar intimiteti mes teje dhe asaj. Po. Por unë nuk jam e duhura për të dhënë këshilla, por ndoshta me një psikologe duhet të flisje për të marrë disa leksione, çfarë ndodh në të tilla situata, se nuk je i pari mashkull. E qova të psikologu. Pagua 800 euro të psikologu. Jo, nuk po të them për këtë gjë. Ti duhet të marrësh këshilla. Çfarë duhet të bëj një çift të situata të tilla? Nuk je i pari mashkull që ke probleme të tilla me marrëdhënie seksuale në intimitet, që nuk mundesh dot për shkak të numrit të lartë të medikamenteve që merr. Ka plot burra të cilët në një moshë shumë të re, fatkeqësisht mbaron intimiteti dhe marrëdhënia seksuale e tyre. Duhet se pata e ka në zotë në pjesë të gjithë për para. Sepse ka rrugë, ka zgjidhje, një grua që e do burrin e saj, ashtu siç është, por gjithsesi nevojat biologjike që mund të realizojnë, ka plot forma që nuk quhet tradhti, dhe një psikologe mund t'i japi këto gjëra. Unë nuk jam e duhura, prandaj duhet të këshilloheshit, të dy të shkonit në një psikolog. Se ta thasë, nuk e marrë do ta vetë një psikolog, ajo ofendohet për çdo jetë. Shkeme më nuk jam në s'mon jutifë. Nuk e pranon për gjera. Te më nuk mund ka vetë në të qëtë si në psikolog, që të shikohet si po është problemi. Dhe ajo dhe unë pasë.
Por gjithsesi unë e kuptoj, ti si një burr je lënduar. Kur ajo të ka thënë që do gjej një partner tjetër. Më lëndoj shumë, më goditi shumë se meri pa bëjtë. Nuk e besoj e të belë se gjithë fisi im kompletisht ishte respekt shumë për atë. Ishte nuk se veçam. Në përë të kuna bini ata shumë respekt për atë. Ajo ishte fermë që liste. Por në momentin që ndodhi kjo situatë, çfarë zgjidhje i dhe ti? Çfarë i the gruas? Kur ai tha kam nevoja biologjike dhe duhet të gjej një tjetër partner, ti çfarë zgjidhje i dhe si burri i saj? Nuk do vazhdosh. Pra ti je dakord që ajo të gjente një partner tjetër? Po, dhe bjerë të këtu, tash ne ti jemi shtëpi tjetër dhe në të dy, tash mori në fëmijë. Ajo më thotë më shkarë. Dhe prapë e thash, prapë tu jap të tua. Nuk të postash. Po do të shumë kujdes në gjëra që janë bërë se nuk kërë sa rrugë. Se të nuk janë të vërteta, se janë gjinesta. Sa i bodi këndzora une, se mora i bera Facebook falso, i mora adresën, e mora dhe, i fola, a i sa unë jam në të fëmita, e në martuta. Ajo më godi të morë, së më leratë. Nuk janë bërë të për gjëra. Nuk e parë masë të gjëra, nuk pa unë të një kuta, së të morë. Ata të rozbo. Në të asaj të vrejtë vdes, se po të të mashtron tjetër. Ajo e në pyksua e tu, ajo në zemë të pasën tjeje për të. Apo të të rozbo. Hidashu Luan, nëse unë do arrit të flas me zonjën tuaj, kush është mesazhi që dëshiron që unë t'i përcjell? Të mund do amin së mos e rregulloj, shikon ajo jetë mos të mërzitet, të kaloj mirë. Por nëse kjo gjë do rregullohet, ta uroj me zemër, ti je i gatshëm të pranosh që atë ketë një partner të dytë? Është që ke vështirë shumë ajo të kisë, po prapë se s'kam të edhe mund të pranoj. Vetëm të më rrimë fëmit, më pranoj të fëmit. Është e dhimbshme, sinqerisht, dhe më fal që të pyes, të lëndoj dhe ty, Luan. Jo, shumë keq, në potencial të jetat. Mirë, i dashur Luan, Se janë gjëra delikate, po nuk janë gjëra qeserate. Jo, padyshim, janë probleme madhore, po shkatërrohet një familje dhe e kuptoj këtë pjesë. Gjithsesi, ne do mbetemi të dy bashkë në kontakt, të uroj më të mirat, të uroj shërim të shpejtë dhe të uroj më të mirat në jetë. Ndoshta nuk jam e duhura dhe kur përballen me të tilla probleme, nuk di çfarë të komentoj dhe çfarë këshille të jap. Ndaj i thash Luani që duhet të shkon një psikolog për të folur dhe për të gjetur një rrugë të ndërmjetme. Në fakt është e rëndë e dhimbshme që një bashkëshort përpos fajeve të tjera që Luani kishte bërë, ishte i gatshëm ta pranonte që ajo t'i japte derën e shtëpisë, ai ishte bashkëshorti i saj, të jetonte me të dhe me fëmijët dhe ta lejonte të kishte edhe një partner tjetër për të plotësuar nevojat e saj biologjike. Çdo kush mund të paragjykojë, çdo kush mund të shajë dhe të ofendojë poshtë këtij live-i. Do t'ju lutesha shumë të gjithëve që keni dëgjuar këtë histori, mos bëni komente negative apo të shani për fatkeqësirat e të tjerëve. Çdo kush ka problemet e veta, çdo kush ka hallet e veta, çdo kush e di se ku i dhëm zemra dhe ku e ka plagën. Nëse kemi mundësi t'i mbështesim këta njerëz dhe të themi stop kur ata gabojnë dhe t'ju drejtojmë gishtin për t'ju thënë që ju jeni fajtor dhe ju duhet të reflektoni dhe ju duhet të ndryshoni, ne i ndihmojmë, por nuk është e nevojshme të përdorim fjalë të tjera dhe t'i bëjmë ta njerëz të vuajnë akoma më shumë. Gjithsesi, Luani pranoi të gjitha gabimet që kishte bërë me bashkëshorten. Ai tregoi që kishte luajtur biçoz dhe kishte humbur para dhe ndoshta ky ishte edhe shkaku i parë i konflikteve në familjen e tyre, por ai e tha haptazi dhe mori guximin të tregonte pse ndodhi divorci. Gjithsesi, unë dua t'ju uroj më të mirat Luanit, ju uroj shëndet dhe jetë, uroj që gruaja e tij ndoshta ka nevojë për kohë, do qetësi dhe më pas reflektoj, uroj të reflektoj dhe reflektimi i saj të jetë i duri edhe për të, për jetën e saj, por edhe për Luanin. Kështu që i premtova që do bëj të pamundur për të folur me
gruan e tij, gjithnjë për të diskutuar si një grua me një grua, por jo për të ndikuar në jetën e saj, sepse e them, e kam thënë dhe do ta them që nuk jam askushi të ndikoj në jetën e askujt. Gjithsesi unë falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse do ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, doni të motivoni të tjerët, jeni të lutur të gjithë të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku tashmë kam kthyer traditë çdo paradite, ora 10 jam live me këto histori njerëzore me shqiptarë që ndodhen brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë. Faleminderit miq, dhe takohemi sërish nesër live ora 10 me një tjetër histori. Mirupafshim.